Nova shkrimin e Alkena Vesiut të podcastit saj, të profilit saj podcastit në Instagram. Alketa nuk kam se përmend fjalën grua në vend fjalës kurv, sepse nuk kam dash të drejtohem grave, kam dash të drejtohem 2-3 kurvave. Besoj se kurvat nuk janë vetëm gra, besoj se janë dhe meshkuj. Aty ku them që nuk kam para dhe thua e kuptuam, kush jeni ju që e kuptuat? Në emër të kujt flet? Në emër të popullit, diktatorët thasin në emër të popullit. Flet në emër të grave, si mund të thasësh në emër të gjitha grave? Flet në emër të kurvave, si mund të thasësh në emër të gjitha kurvave? Thu pastaj që kërkoj kontratë punësimi nga partnerja potenciale, jo. Thjesht kërkoj mirëkuptim, jo simpati, empati. Kërkoj të mos më shikojnë si dërkuts kursimi. Kaq. Kërkoj mirëkuptim për faktin që një artist i cili duhet merrte pagesë nga të drejtat e autorit, të cilat nuk funksionojnë në Shqipëri, është i vetpunësuar dhe jo me rrogë.